njeriu duhet ta ketë parasysh se çdo fjalë që e flet i shkruhet. Edhe për atë do të pyetet. Ka thënë Allahu, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Do të thonë çdo fjalë që e nxjerr njeriu nga goja, do të thonë ka shkrues preciz që ja shkruan secilën. Dhe ajo që nxjerr njeriu nga goja është shkaku më i madh për të hyrë në xhehenem. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka këshilluar Muadh ibn Jabelin radhiyallahu anhu, ka thënë ruja gjuhën. Edhe ka thënë i dërguari i Allahut, a merremi në përgjegjësi edhe për atë që flasim? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thakilatka ummuka ya Muadh, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Më thënë, a nuk i hedh njerëzit për fytyre në xhehenem, ose ka thënë me kokë në xhehenem, a i hedh diçka më shumë se sa ajo që korrin me gjuhët e tyre. Më thënë, atë që e fitojnë me gjuhët e tyre është shkaku më i madh për të hyrë në xhehenem. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat. Do të thonë, ka njeri që flet një fjalë që është në kënaqësinë e Allahut dhe ai nuk e mendon se ajo fjalë ka arritur atë vlerë që e ka arritur. Mirë po, me këtë Allahu ja shkruan kënaqësinë e tij deri në ditën e gjykimit, deri në ditën kur do ta takojë. Dhe ka njeri që flet një fjalë që është në zemrimin e Allahut dhe ai nuk e mendon se ajo fjalë arrin, do të thonë atë pesë që e ka arritur, por me të Allahu ja shkruan zemrimin e tij deri në ditën që do ta takojë atë.